Bashkia Pogradec po merr pjesë në panairin ndërkombëtar Agrokosën Turizëm, i cili po zhvillohet në Prishtinë të Kosovës, duke promovuar vlerat e agroturizmit dhe potencialin turistik të zonës. Në këtë aktivitet, bashkia përfaqësohet së bashku me subjekte të agroturizmit, të cilat prezantojnë produkte tradicionale, gastronominë dhe ofertën turistike të Pogradecit. Panairi Agrokosën Turizëm konsiderohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme për sektorin e agrobiznesit dhe turizmit në rajon, duke shërbyer si një platformë inovacioni, bashkëpunimi dhe krijimi mundësish të reja për bizneset. Kjo platformë e prezantimit e promovimit të bizneseve është shumë e rëndësishme në një kohë kur urat e bashkëpunimit ndërmjet nesh dhe tregut ndërkombëtar tashmë janë në proces të ndërtimit dhe forcimit. Prandaj falenderoj edhe një herë përzemërsisht organizatorët për faktin se nuk kanë hequr dorë dhe me vite me radhë bëjnë këtë organizim dhe vazhdojnë të fuqizojnë sektorin privat në vendin tonë. Panairi sill së bashku sektorët kryesor të ushqimit, pijeve, agrobiznesit dhe turizmit, duke krijuar ura bashkëpunimi mes operatorëve ekonomik dhe tregjeve vendore dhe ndërkombëtare. Përmes pjesëmarrjes në këtë aktivitet, Bashkia Pogradec synon të promovojë produktet lokale, traditën kulinare dhe destinacionet turistike të zonës, si dhe të krijojë kontakte të reja që mund të shërbejnë për zhvillimin e mëtejshëm të agroturizmit. Krahas ofertës turistike, Pogradecit çeli zyrtarisht këtë panair përmes valleve dhe këngëve nga ansambli i qendrës kulturore Lazgush Poradeci.